I erdhi rada edhe një bisede shumë të bukur, shumë të lezetshme që ka zhvilluar edhe kolegja ynë Aida Ziberi me këngëtarin dhe muzicientin Afrim Aliu, I cili pas 35 viteve jetesë dhe karrierë në Zvicër, e lën Zvicrën dhe vjen dhe jeton në Shkup në vendlinjen e tij. Ta shohim se çfarë ka të na thot Afrimi për këto 35 vite, po ashtu edhe për më shumë vite të cilët kanë karrierë së bashku me vëllaun e tij Beqirin, po që pse vendosi të kthehet në Shkup, se si ishte vendimi I tij dhe jeta e tij në Margat. Shkojmë me këtë bisedë, pastaj rikthehemi në studio edhe me mysafirin tonë në studio. Pas 35 vitesh në Zvicër, Afrim Aliu, këngëtar dhe instrumentist I grupit të njohur Vllezrit Aliu, ka vendosur të kthehet përfundimisht në vendlindje. Ky rikthim nuk është vetëm fizik, por edhe shpirtëror. Është një kthim tek rënjët, tek kujtimet dhe tek muzika që e ka shoqëruar gjithë jetën. Në një bisedë për emisionin ton, Afrimi theksoi se Zvicra I ka ofruar kushte të mira për jetë dhe punë, por asgjë nuk mund ta zë vendin e vendlindjes. Siç tha ai me emocion, edhe sikur të jetosh 350 vite diku tjetër, vendlindja gjithmonë mbetet e pazëvendësueshme. 35 vite nuk jam pak, po unë kam qenë gjithmonë këtu me shpirt dhe me zemër, me mendje, po jeta e ka bot vetën, na kemi jetu atje me bashkëshortën, me fëmijët, jem rregullu, kemi shtëpi, kemi gjitha të mira, po arsyeja që jam këtu është vendlindja, kam lind këtu, jam rrit pikërisht këtu, një katë më poshtë, në Këndërtesë, në këtë shkollë këtu, kam mësu dhe Montezisharën e kam mbaru këtu në Penko, kështu që qysh do koftë vendlindja të rjetë gjithmonë, edhe me pos jetë 350 vjetë, prapë thamë me vendlindje nuk ka, edhe që Zvicra është shtet I përsosën, nuk ka ma mirë në botë, ka mesë shumë në përbotë, po me Zvicrë nuk ka, për gjitha senet, flasë për revoluci, për pastërti, për punë, për jetesë, mirë po, vendlindja është vendlindja. A ishi dakord të gjithë familja që ta merrnit këtë vendim? E kishte të vështirë, sepse nuk keni qenë vetëm ju edhe bashkëshortja, janë edhe fëmijë që duhet të vendosët një gjë. Ne kemi 3 fëmijë, domthonë Rezata është vajza e madhe, që është e martuar atje, ka një djalë, Kianin e vogël. Ta shpresim edhe një mbes të shpejti. Gjithmonë kur jenë emision të unë, pres një fëmijë. Po, edhe ka një më ashtu ka qenë, po për Kianin. Që që kam djalin 24 vjetë që është pa martu punon atje në Zvicër, Kleroni, për ndryshe edhe rasi Mroni shkurtimisht. Edhe vajzën e vogël që kam me vete këtu Lola. Vendimi ka qenë domethënë jo shumë I ranë, por shkak se edhe bashkëshortja Venera pranoi, edhe pse ajo pak ma me vështirësi, se ju e dini vetin I namë, kështu që namat e kanë pak më vështirë, atje 2 fëmijë këtu një, pak ndarja ka vot vetën, mirë po arsyeja që këtu jemi, domethënë është shkurt, kemi bo një farlogarie për jetesë, do ta kemi me siguri ma mirë, në gjitha aspektet, edhe ekonomikisht, se Zvicra është e mirë, po është edhe shumë shtet I shtrejt. Po, kështu që vendosa edhe një ndër shkaqet që është për mu personalisht, domethënë është profesioni im muzika, që e du me shpirt edhe boj me shpirt. 35 vite janë një jetë e tërë, gjatë kësaj kohe Afrimi ndërtoi familje, karrierë dhe kujtime për te kufive, por zemra e tij mbeti gjithmonë këtu, në vendin që e rriti. Kthimi I tij nuk është vetëm një vendim personal, por edhe një mënyrë për të rikthyer në muzikë. Ai thotë se ka në plan disa projekte të reja. Edhe është një ndër shkaqet që jam këtu, që du me punu pak ma shumë, jo pak, po shumë ma shumë me muzikë, të rikthehem asoj kohës, kur kam qenë ma I që kemi punu shumë me Beqën bashkë. Edhe me grupin, po edhe me kolegë tjerë që domosdoshmë kemi bashkëpunuar, kështu që ajo do të jetë një. Ju ka penguar Afrim distanca për të qenë më do thoja, më të afërt me publikun dhe me skenën e muzikës? Po, ka qenë një pengesë Zvicra domosdoshmë, largësia e ka bot vetën. Unë me Beqën kemi qenë këtu bashkë, kur kemi qenë bashkë kemi punu shumë se
ka qenë domethënë na forsia e ka bot vetën, jemi taku sot, nesër, kemi punu nga një këngë, kemi bo zherë edhe ajo ka treku rezultatin që kemi pas gjatë viteve, flas për viteve të 90-ta deri në 2005-2006, kemi punu shumë edhe me albume, kemi bo domethënë zherë në çdo vit nga një album, me këngë të reja që kemi pas atëherë, po lartësia pasaj e vonit vetën, normal, e kjo është shkaku, po thamë edhe një ndërsa mas shumë ti që ardhja këtu është duhet t'i rikthejmë prap punës për muzikë. Kjo një lajm i mirë është për gjithë publikun dhe fansat e Vlezërvendit. Te kemi dëshmu me njerë e kam dëshmu une bashkë me Besën, po ai kthimi im është në një këngë që kemi po tash shumë shpejt, është edhe në videoklip që i ka e festivalit. Paska ftyra jote, ma e mira ngostivar. Aron dashurije, paska ftyra jote, ma e mira ngostivar. Të lohet kënga, kështu që... Një videoklip shumë i bukur me një këngë dhe një tekst fantastik. Është mirë pritur mirë, në kam parë edhe në rrjetet sociale dhe në YouTube. Është injizuar në qashin e vjetër, nëse nuk gaboj. Një realizim shumë i bukur. Më thuaj të rikthehen pak te familja, Afrim, përmende që Edora tani më është kthyer dhe është këtu pas një lindje dhe rritje në Zvicër, por që tani është kthyer dhe ka vazhduar shkollimin në shkollën Penko, është klasa e 8 nëse nuk gaboj. Si e përballoi, sa e pati të vështirë rikthimin? Po nuk e di, ajo vetë mund me tregu ndoshta, po une pe kam një tim që shof, Edora e ka pranu shumë me lehtësi dhe shumë është shpejt është adaptu domethënë. O me rrethin këtu, me nxënësat aty që i ka në klasë, me arsimtarë që i ka arsimtarët, kështu që unë jam shumë i lumtur se e kam prit pak ma vështirë ndoshta për atë, se ai ka lind atje dhe shkollu atje deri në klasën e 7, që gjuha pastaj ka ndiku, gjuhën e flet shumë bukur shqipen, po jo gramatika që flitet, që mësohet në shkollë, normal, ajo është edhe në Zvicër mësohet për shembull gjuha gjermane që është letrare, kurse në rrugë në përditshmëri flitet ajo gjuha zvicrane, domethënë që është tjetër dialekt, tjetër ndryshe. Po, për fat mirë, Elora shumë ma ka lecu edhe ardhin këtu, po ta them drejt, se e kam pas frikën të ajo mas shumë, që ajo nuk do të adaptohet edhe ndoshta, ishte dashur nuk thyta. Por që është mirë, deri më tani. Deri tani është shumë. Me që ka filluar me pozitivitet, mendoj që edhe më mirë pastaj do jaten me shoqërinë këtu. Më thuaj se si ka qenë jeta në Zvicër dhe çfarë mban mend ti për këto 3 dekade e gjysmë që keni jetuar dhe vepruar atje? Po jeta në Zvicër ka qenë e mirë, e vështirë ndoshta pak largësia për mallimi, për familjen, për vendimjen. Mirë, po me punën që e kam bo une, domethënë gjithë jetën atje gjatë 35 viteve që kam jetu, kam punu, domethënë puna ime ka qenë kjo, muzika. Asnjë tjetër punë s'kam punu, domethënë kam punu çdo herë me muzikë. Kam bashkë me Beqën, edhe pa Beqën, edhe me gjithë kolegët që kanë ardhur atje kemi bashkëpunu, kështu që kam qenë i lumtur që me vërtet Zvicra është një prej shteteve që ta them kështu e kam dashur për shkak se kam jetu edhe i kam bërë 35 vite. Ka qenë një ndër qendrat botnore për shqiptarët, për kulturën dhe për artin, domethënë, sidomos për muzikën, që na ka bashkuar çdo herë aty. Aty nuk ka domethënë këngëtar ose këngëtare ose muzikantë shqiptarë që nuk ka me punu edhe me vepru në për lokale, pa më parasysh çfarë lokale ka qenë. Ka qenë lokale shqiptare që kemi punu, nuk kemi interpretu. Dhe vazhdoni? Po, edhe vazhdojmë ende, edhe pse tash normal nuk jam i rregullt që kam qenë atje çdo vikend. Po që i rregullt këtu. Tash po, shkoj prapë që ndonjë mbrëmje si në Rejlora 4 që ishim para 2 javë me Beqën, që organizoi Alb Radio, me vërtet ka qenë mbrëmje që s'harrohet.
Edhe do t'jemi prap shumë shpejt për 3 javë prap me beqen ati do të shkojmë në Rinora Kafte dhe Por që te publiku nuk është vërejtur mungesa jote që keni qenë në Zvicër me projekte muzikore flas dhe me ahingje e dasma çdo herë, edhe dasmat në sezon ke arritur që ti menaxhosh edhe nga atje për të ardhur këtu, ë? Po, e ka qenë çdo herë, domthonë për shkak se Ka qenë me vështirë, besoj shumë, por që për dasma jo, se për shkak se dasmat i kemi vësh dhere me tam kështu 99% kanë qenë marrëveshjet i kanë bo atje me shqiptarësien në Zvicër, në Gjermani, kështu që ata, domthonë, ata që kanë dashur në marrë neve, na kanë marrë, jemi marrë vesh edhe këtu sezona ka qenë çdo herë plot, kështu që jemi të kënaqur me dasma, s'kemi qenë asnjëherë domthonë as ma pak as ma shumë, një farë mesatare, ritmet që keni mbajtur vitet e tëra. Po, edhe jashtë sezoni normal që e vazhdon prapë ajo një herë, 2 herë mbare qysh në Francë. Afrim, çfarë ka munguar për të 35 vite në Zvicër, më shumë nga vendlidhja? Edhe që e keni menduar çdo herë se apo të isha aty për këtë gjë për shembull. Po ajo është vështirë me thonë, po e para është familja. Domthonë, unë e kam nonën ende gjallë, baba veç nuk jeton që 25 vite prej mas luftës. Ka ndërjet, mirë po kam të nonën, kam vëllezërit, edhe 3 vëllezër tjerë, domthonë përveç beqës edhe 2 tjerë. Që i përshëndes. I përshëndesim. Edhe kështu që familja, pastaj vjen në dytë domthonë shoqëria, mungesë që me vërtet më kanë mungu, edhe pse jemi taku shumë shpesher edhe atje kanë ardhur tash më herët që kanë ardhur gjithë kolegat atje kemi vepru bashkë, kemi kompromi bashkë. Edhe kjo është ajo mungesa më e madhe, por ndryshe tjetër se nuk di çfarë tham. A ndjeni tani më i plotësuar që jeni këtu? Po prapë keni një mungesë të fëmijëve që janë në lëvizje vazhdimisht. Ashtu me datë tjetër që te fjalët e vjetra popullore që i ka thonë të na citojmë nga plesht kanë thonën palon për me po mirë do të shka me lënë keq. Edhe çdo herë domethënë ajo ka një e mirë e ka një të keqe. Po kjo zoti mos e po të jetë e keqe, flas mungesë, jo e keqe, po është një përmallim tash për fëmijët që kam atje, kam nipin tash vjen edhe mesa së shpejti. Po jeta është kështu. Na do të me përballu, me kalu, me punu, me vazhdu me jetu. Sa ja ka ndryshuar jetën juve nga momenti që jeni bërë babagjysh? Kiani dhe mbesa që tani do vjen së shpejti. Shumë Aida, me vërtet kjo ndjenjë nuk përshkruhet me fjalë, mund ta them, po zemra e din sa është ndryshimi i madh. Edhe kjo kanë thonë përpara të ishin Nasradini ka thonë pa u zupi dorë dhe mos hajde me pa për ursuaj. Edhe kjo është e vërtet, që domethënë unë me beqen e kam pas këtë bisedë shumë shpesher, beqa kur u bë gjysh për herë të parë. Edhe sa herë isha në telefon, ku je vllat që me Muhamedit, me Nipin. Isha në rregull, 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 100 herë. Çdo herë që kam dhënë telefon ose që më ka dhënë, me Nipin, tash është bërë me 3 nipa e një besë ka. Tash? Edhe, rrimë veç nga buri, veç me fmish, me nipa, me mesa. Edhe ke nuk e din. Veç nga jave, nuk është ashtu dhe ke valë. Jemi të muhabeti dardës. Po kur u bona une, ja planohë besës në më rënë këtë, që është dhe ke me të vërtet. Ndoshta, jo ndoshta, po kjo është realitet, flas pe i kondit tim prej vetvetes nisëm. Unë fëmijët e mi dhe më onën kam pas edhe kohë, po edhe jo shumë. Për shkak se në atë kohë në fillim, kur ka lindë Rezarta, vajza e parë, ne kemi punu 6 ditë njaftë në atë kohë, në siri bëshim muzikë. Keshim lokalin 6 ditë, vetëm 1 ditë e ka qenë lirë. Edhe normal, në mbrëmje shkojsha çdo natë, u thësha, kur u kthesha vonë, ishim nevojë edhe për gjumë. Të mungon ajo kohë? Po, mungon sa të do. Mirë po, kam pas diktën kohën me nejtë, edhe me vajzën e madhe, edhe me djalin, edhe me Lorën më pak më shumë, tash normal, kam punu filmas luftës vazhdova vetëm vikendën, vetëm pranë të shtune, kështu që isha 5 ditë i lirë dhe kam qenë gjithkohën me film. Full time, po.
Përveç kur kam pas termine ko dëmo muzikë me shkolli ku edhe pse kam motu shumë. Mirë po, ajo munges ekziston. Tash e mbushim me këta nipat me blesa. Ajo plotësohet domethënë, kemi kohë ma shumë, për që ato tojnë ato duhet ma shumë nipje dhe mbesa, se fëmija jo që duhet ma shumë, po e ke kohën ma shumë edhe shfrytëzon edhe ashtu e ndjen ti që po, ajo ndjenja është jeton ma shumë. Po, Afrim të rikthehemi pak edhe te muzika. Afrimin të gjithë e njohin për një zë brilliant, përveç saj edhe si një mjeshtër të palodhur të klarinetit. Thuaj, ma vën atë ndarjen pak, ku e gjen veten më mirë Afrimi, kur je me klarinet apo kur je para mikrofonit? Shumë vështirë është, edhe pse domon kam qenë si fëmijë fillestar, nuk kam qenë instrumentalist, unë klarinetist. Kam fillu me klarinetin edhe kam instrument për shpirt, kështu që nuk muj një nda asnjë herë. Tash kohëve të fundit punoj më shumë me saksafonin. Po klarineti është një instrument që në çdo instrument është i mirë. Kur është edhe mjeshtri i mirë. Po, ku e di, do shta pëse është instrument im që unë i pi, do që nuk ka instrument i parë, po, dhe instrument i parë që ka bërë që të depërtosh më shpejt. Na instrument i parë pikërisht ka qenë fylli, e di në metin a kemi qenë bashkë me metin në i Bepali Kuq, që pak më herë, do shta se nuk mund njeri të gjithat mi përfshi, po tash më kujtu kështu që do të them atë që thaj që atë mungon edhe kjo, shoqënia kulturore artistike. Jo që më mungon mu, po unë e shoh si mungesë, ndoshta që në punohet edhe me, se i shoh tash punojnë vetëm me vallë. Shoqënia i Bepali Kuq, jemi në Raku, nuk e di tjerë, a ka edhe në Saraj kam dëgjuar që ka shoqënia kulturore artistike. Po, edhe është edhe Drita dhe ka disa tjera, po. Kështu që po i shoh që vetëm me vallë punojnë. Pse mos punohet prapë që kemi punu na edhe me pas orkestër, me pas këngë, me pas folklor. Po, aktivitetet e përmasave më të mëdha. Që përfshin kulturën edhe artin, muzikën shqiptare. Unë jam i përmallum për atë jetë që e kam bërë. Kemi pas mungon, ajo është mungesë edhe ajo një prej mungesave që më herët që e bën pyetjen. Po unë tash me ardhen po shpresoj nëse dikush që thojnë më ndëgjon, e kam bon plan që të rikthejmë edhe ato puntin tonë, edhe ta kthejmë edhe shoqërinë kulturore artistike tamam siç ka qenë. Ta ngjallin në një farë kulturën dhe nejat kulturore që i kemi pas shumë vite më herët, por që viteve të fundit për fat keq janë më tralla. Grupi Vëllezrit Aliu është një kapitull i rëndësishëm në historinë muzikore shqiptare. Zëri i tyre i veçantë, melodia dhe interpretimi sollën emocione në çdo dasmë e koncert ku ata kënduan. Ndoshta me kam kemi filluar me Besha të dytë, kemi qenë instrumentalista, unë me klarinet Besha me Def ka filluar bashkë me Metin. Pastaj Besha kaloi normal, fillu me pununa për lokale, ku bëshim muzikë, për me ndjerë tu. Aty kërkoheshte që ketë bubnja, në bateria, si thënë. Edhe Besha kaloi me bubnja. Edhe pas një operacioni që e pat Besha një intervenim në kamën e djathtë, Ila nuk mund të më me punu me bubnjat edhe kaloi vetëm në këndim. Kurse unë e vazhdova edhe instrument edhe këndim. Po këndimin e vazhdum për shkak se na e bënëm albumin e parë me këngë që i kishim vetëm edhe të duar, bës me gur. E pam që u pranu në popull, edhe thamë pse jo, se mos vazhdojmë. Kishim kërkesa dhe më thonë për me... Suksesi më i madh të ju llogaritet këndime. Në atë kohë kur keni filluar edhe të këndoni, dhe më thonë nga ai moment ju keni depërtuar më shumë në skenën muzikore. Zakonisht me keqarë dhe thamë për shkak se edhe një instrumentalist i mirë në për botë, ku do që të shkojsh, vlerësohet. Jo që të na nuk vlerësohet, duhet me vlerësohet dhe ma shumë, duhet me dhënë prioritet ma shumë, duhet me dhënë vullnet ma shumë edhe instrumentalistat, se e shoh tash është edhe mungesë. Unë ndoshta nuk di, jam fillestar të tash 3 muaj që kam marrë, kam shumë muzikën. Po nuk shoh shumë instrumentalista Shkupi sa është i madh, sa shqiptar, po jo Shkupi, të gjithë Macedonia Veriore. Nuk ka instrumentalista të rinj, instrumentalista sa duhet me pas.
Ndoshta është një diçka që të na japin më shumë prioritet këngëtarit ose këngëtarës. Dhe përpara dhe ajo mbrapa është prapa vije, prapa sken muzika që unë nuk e vlerësoj ashtu. Nëse dikush është instrumentalist, jo vetëm në klarinet, jo vetëm në synthesizer apo në harmonika, në violin, edhe ai që më shumë, domethënë që me bubnja, edhe me tep, po edhe me gitarë, po edhe pas gitarë. Secili e ka po është mjeshtër, do të vlerësu edhe atë, do të lidhon pak më shumë me trika, me punën e muzikë. Thuaj për grupin Vëllezrit Aliu, sa ka ndryshuar ndër vite? Nuk ka ndryshuar shumë, te ne kemi qenë në momën e Beqa, si Vëllezrit Aliu dhe grupi Avi Rini. Po, Avi Rini. Këtu du ta ceki mirë këtë Avi, për shkak se shumë i ndëgjoj që thonë edhe Avni Rini, ja. Shpjegoj një herë mirë. Po, domethënë ajo është shkurtese ansambli vokalo-instrumental. Avi shkurtimisht, kështu që na kemi qenë çdo herë ai ansambël vokalo-instrumental. Unë e Beqa, në grup kemi edhe Sedat Jakubin me synthesizer, kemi Naim Veliun me bubnja, edhe jam vetë domethënë që bëj punën edhe me saksofon edhe me këndim edhe Beqa këndon. Kemi pas ndryshime, po ka qenë më herët me bubnjat ka qenë Qemali i Prishtinës, që ka jetu në vitë e dhaj, po me ko e ndërpreti muzikën, kështu që ndryshimi është bo tek ai, kemi pas edhe Burhanin këtu nga Shkupi bubnjarë shumë ma herët, deri sa s'kemi shku në Zvicër, kemi punë me Burhanin. Pastaj ka qenë Adnan Ajdini harmonik, që e përshëndes që ka marrë pjesën në çdo album tek ne, në albumet që kemi punë në studio M3 në studion e televizionit, radio televizionit në Shqipërisë. Edhe Arben Demirin me harmonik që e përshëndes. Agil Kamishin me bas gitarë dhe gitarë. Gjithashtu Sami Aliu ka marrë pjesë në 2 albumet e para me harmonik, Ndaqa i Beqës. Edhe kjo është domethënë. Përndryshe këto mbrëna 35 viteve që jemi ky komplet, domethënë unë Beqa, Sedat edhe Naimi punojnë vazhdimisht. Shumë ahengje familjare, shumë mbrëmje muzikore, po thuaj për këto 35 vite afre. Sa ka ndryshuar ahengje familjare dhe traditat në to? Traditat jo shumë, sa ndryshimi është bo te organizimet, mendoj përpara e dini edhe ju ndoshta, dashmat jenë bo, kam fillu prej odave që thënë të ne, një javë përpara. Po, ka fillu me javë jenë bo, edhe muzika është bo në për oda, në për dhoma. Na kemi mri atë kohën e Beqa, domethënë, kemi pas edhe këngëtarin, Seledin Miftarin, Salushin, Salim Arifin, kemi bashkëpunu shumë kohë, edhe kemi shku bashkë domethënë në për oda. është bo në 3-4 oda, është dashtë me nda domethënë pak këtu, pak atje kanë qenë ma trije, pak ma të më shumë, shumë ma të më shumë, kështu që për gjithë kemi bo muzikë në për oda. Që ta mosh një mirë, po në ato ka qenë dame normal, burrat kanë qenë në për oda, gratë kanë qenë të tërpunë, nuk e li. Pas taj fillon në për obore të shtëpijave me shatora, që të ishin në një vakë, edhe për shatorave kalun pastaj në për lokal, në për restoran. Që është shumë ma e mirë, është ma moderne, ma e praktikume, ma ka regull, ka fillim, ka mbarim orari punës, se atëherë na kemi bri konën e Beqa kur kemi fillu në ora 4 mazite me bo muzikë, në 6 në gjithë s'keni dalë për i dashtë. Kemi 4 motorë, s'ke bo 4 motorë muzikë, ndështë efektive, po ke qenë një angazhum ato. Ka dasma që i mbani mend kështu me fanatizëm dhe shpesh herë ndoshta ndodh që ti diskutoni me Beqën, të asaj kohë flas. Po, ka pas, shive, jeta është shumë interesant, sidomos muzika. Na kemi pas edhe shumë raste ku të mira, për fat mirë, shumica janë të mira, 90. Po ka pas një 10% që kemi kaluar dhe keq, kemi pas mosmarrëveshje me dikën për tashmorëve aty, po që janë gjëra që ndodhin. Edhe në ditë sotit ajo ndodh. Tem një person që nuk i konvenon muzika, si pëlqen, se në asnjëherë unë e kam thonë kështu.
asnjëherë nuk mund një këngëtar, ose një grup pa më parasysh, tjetë me një dashëm i përshtatshëm për 200 musafirë. Nëse janë 200 flasë, njëri ka të qenë që se pëlqenat muzika, e do shemë tjetër këngëtar, do në tjetër muzikë, edhe kështu që ndoshta qaj persona është taj që e bona 10% që dash, ata e persona që kanë ditë edhe me prish muhabetin, edhe pse na kemi ditë një nxerë aty në situata, pasa për unë. Afrim, cili do t'ishte mesazhi për gjithë ata që ndoshta e kanë menduar ose e kanë dileman që ta bëjnë, që ta nisin këtë rrugë që tani më ti je rikthyer nga Zvicra. Po mesazhi im është ai që tash më herët, unë shkurt kështu ta them punë. Pa punë nuk bëhet asgjë. Nëse mendon një këngëtar, nëse mendon një muzikant që e ka bo një këngë edhe është bo hit, po shoh se për fat keq sot këngë janë me jetë shkurt. Shumë shkurt, shumë me një fjalë. Nuk ka një gjatësi. Mumbasin, po, vdesin shumë shpejt, është 2 muaj, 3 muaj në skenë, në YouTube, në ato, në televizion, në media, në koncerte edhe pas e nuk dëgjohet. Kurse këngët e vjetra më dëgjohen edhe sot. Nga shumë gjenerata. Ka njerëz që largohen për të ndërtuar një jetë më të mirë, por asnjëherë nuk e lën pas shpirtin. Pas 3 dekada e gjysmë në Mërgjem, Afrim Aliu u kthye aty ku gjithçka kishte nisur, pikërisht në Shkup, mes njerëzve dhe kultimeve që kur s'u shuan. Në duart e tij, instrumenti vazhdon të tingëllojë me të njëjtin pasion si dikur, duke dëshmuar se koha mund të ndryshojë shumë çka, por jo dashurinë për muzikën dhe për vendin e vet. Sepse, sa do larg të shkosh, zemra gjithmonë e gjen rrugën për t'u kthyer në shtëpi.